Këto janë pamjet e disa ditëve më parë në fshatin Oblik të njësisë administrative Ana e Malit. Përgjatë rrugës modeste që lidh Shqipërinë me malin e Zi, ajo që bie më së shumti në sy janë mbetjet urbane që shoqërojnë çdo kalimtar. Në fshatin Oblik, situata është më shumë se problematike. Në qendër të fshatit mbetjet janë hedhur ngado, duke krijuar idenë e një zone që pastrohet shumë rrallë, pranë shkollës 9-vjeçare dhe asaj të mesme. Situata është e njëjtë. Koshat e të mbushur me mbetje urbane janë një panoramë shoqëruese si gjatë verës, ashtu edhe në dimër. Edhe nëse shkon më tej, mbetjet mbisotrojnë kudo. Pjesë plastike dhe kartona janë hedhur në shumë ansore të rrugës nga bizneset fasone të zonës. Në këtë zonë, fare pranë Shkodrës, mbetjet urbane nuk po menaxhohen siç duhet. Me sa duket askush nuk shqetësohet për imazhin që u japim të huajve, duke qenë se çdo vit në këtë aks rrugor kalojnë mijëra shqiptar dhe të huaj. Pavarësisht sfidave të mëdha që kanë njësitë administrative, një situatë e tillë është e papranueshme. Kjo edhe për faktin se pikërisht kjo rrugë shërben si urlidhse mes vendit tonë dhe malit të Zi.